Përshëndetje, shikues të nderuar, ky është edicioni i lajmeve të orës 23 në RTK. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka thënë të mërkurën në Prishtinë se nevojitet ulja e tensioneve në veri të vendit në mënyrë që Bashkimi Evropian të heqë masat ndërshkuese ndaj Kosovës. Pas takimit me presidenten Osmani, zyrtari evropian tha se dialogu me Serbinë është thelbësor për ndërtuar një të armet përbashkët në Bashkimin Evropian, ndërsa presidenti Osmani ka kërkuar të hapet përfundimisht Kosovës rruga drejt Bashkimit Evropian. Pas vizitës në Beograd për të cilën mori kritika të shumta presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, erdhi në Prishtinë ku u takua me krerët e shtetit, presidenten Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Në konferencën e përbashkët me presidenten Osmani, zyrtari i lartë evropian tha se heqja e masave të BE-s ndaj Kosovës varet nga hapat për deeskalimin e situatës në veri të vendit. Këto masa janë të lidhura me nevojën për të depërshkallëzuar tensionet në rajon dhe në veri të vendit, dhe ajo që dëshiroj është që sa më shpejt të kemi këtë depërshkallëzim e më pas të mund të ecim përpara dhe të heqim këto masa. Shpresoj që ngjarjet e fundit të mos përfaqësojnë një prirje të re, por të jenë përjashtim që konfirmon rregullin se ju jeni plotësisht të angazhuar në këtë rrugë evropiane për të depërshkallëzuar dhe siç tha zonja presidente dje, për të angazhuar në këtë dialog mes Beogradit dhe Prishtinës. Ndërsa presidenti Osmani pos që përsëriti nevojën për heqjen e menjëhershme të masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, kërkoi edhe që Kosovës t'i hapet përfundimisht rruga drejt Bashkimit Evropian. Integrimi evropian është një rrugë që kërkon besim, përkushtim dhe durim. Atëherë është koha që kjo të reflektohet edhe përtej fjalëve, por edhe me hapa konkret sa i përket integrimit të shtetit tonë në BE. Presim që në udhëheqjen tuaj të bëjmë këta hapa përpara dhe që në udhëheqjen tuaj Kosovës t'i hapet përfundimisht rruga drejt Bashkimit Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u takua edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Në njoftimin e qeverisë thuhet se Kurti i ka thënë zyrtarit të lartë evropian se Kosova është evropiane në vlera, në histori dhe në kulturë dhe jemi plotësisht të përkushtuar për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian, teksa ka kërkuar nga presidenti Costa rol aktiv për dërgimin e pyetësorit dhe dhënien e statusit të vendit kandidat. Ndërsa në njoftimin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë thuhet se në takim presidenti i Këshillit Evropian ka theksuar rëndësinë që Kosova të angazhohet në normalizimin e marrëdhënieve përmes një dialogu konstruktiv për të avancuar në rrugën e saj evropiane. Presidenti Vjosa Osmani gjatë ditës priti në takim edhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ajo Orav, me të cilin diskutuan për situatën aktuale politike në vend. Presidenca njoftoi se Osmani e informoi ambasadorin Orav për mbajtjen e takimit konsultativ me liderët e partive politike, e gjithashtu diskutuan edhe për vizitën e kryesuesit të Këshillit të BE-s Antonio Costa, i cili ishte sot në Kosovë. Ndërkohë nesër, pas përfundimit të seancës së 16 me radhë në përpjekje për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, liderët e partive politike do të shkojnë tek presidenti Osmani, e cila i pren takim konsultativ për të munduar që të gjejë një zgjidhje për zhbllokimin e situatës politike në vend. Ndjekësit e rrethanave politike kanë pritje të ndryshme nga ky takim. Në presidencën e Kosovës pritet të zhvillohet një takim mes presidentes Vjosa Osmani dhe përfaqësuesve të subjekteve politike parlamentare. Iniciativa është marrë pas një kërkese nga Partia Demokratike e Kosovës, duke u cilësuar nga analistët si përpjekje për t'i dhënë një drejtim të ri situatës së ngërçit politik në vend. Presidenti i vendit pranoi një subjekt politik që t'i jetësoj kërkesën. E dyta është që faktori ndërkombëtar figurën e presidentit Osmani po e pranon si më të mirën e të pranueshme në rrethonat aktuale politike në vend, dhe e treta që jashtë natagrit kushtetues, presidenti i vendit ka ofruar zyrën e vet pro bono që të bëhet një konsultim nga të gjitha subjektet politike se si të dilin nga situata aktuale. Për rrjedhoj ka dozë optimizmi. Megjithatë, analisti Armnor Sadiku është skeptik për ndonjë zgjidhje të menjëhershme, duke theksuar rolin vendimtar të partive politike dhe kufizimet kushtetuese të presidentes. Dyshoj shumë se mund të kenë ndonjë rezultat, përveç nëse presidentja e çan domethënë pas këtij takimi nëse ka bllokat përsëri çështjen kushtetuese. Mendoj që kjo mund të jetë ndoshta një alternativë, kundërta dyshoj shumë se mund të kenë ndonjë zhbllokim për faktin që
sidomos pushtetit po dhe pozitit që konvenon kjo situata deri në zgjedhje lokale. E dyta është që më pak se ne vetë do të shkojmë deri tek zgjedhja e presidentit. Në tre është asociacioni komunave me shumicë, që çdo qeveri që do ta bëhet, mendoj që pas 3 deri në 4 muaj do t'i kërkohet që më njëherë të veprojë këtë drejtim. Takimi konsultativ në presidencë është parë si një hap drejt dialogut ndërpartijak, por mbetet të shihet nëse do të prodhojë rezultate konkrete për zhbllokimin e situatës aktuale politike. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lomir Abdigjiku, ka takuar ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rode. Në takim u diskutua mbi krizën institucionale dhe ndikimin e saj në funksionimin e rregullt të institucioneve demokratike. Abdigjiku e njoftoi ambasadorin gjerman mbi propozimin e LDK-s për themelimin e një qeverie nacionale të tranzicionit dhe ritheksoi qëndrimin e LDK-s se blokada politike dhe institucionale është e papranueshme, duke nënvizuar se një situatë e tillë cënon drejt për drejt me qenë e qytetarëve. Në takim po ashtu rikonfirmua bashkëpunimi i ndërsjellë në mes të dyja vendeve. Për situatën e krijuar tash kësaj javë në Kuvendin e Kosovës dhe për blokadën politike e cila nuk po lejon konstituimin e legislaturës së nëntë, ka reaguar edhe deputetja sapo zgjedhur e LDK-s Serbeze Kabashi Muçaj. Në një postim në profilin e saj në Facebook, deputetja e LDK-s ka bërë thirrje për reflektim nga subjektet politike dhe bashkëpunim për të zhbllokuar Kuvendin e Kosovës pas 15 seancave të dështuara. Jemi dëshmitar të një situate të paprecedent në Kuvendin e Kosovës. 15 seanca të dështuara për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe vazhdimi i kësaj blokade po minojnë seriozisht besimin e qytetarëve në funksionimin e demokracisë parlamentare, ka shkruar deputetja e LDK-s. Është e pakuptimt dhe e padrejtë që përgjegjësia për zhbllokimin institucional të lihet vetëm një partie kur procesi është kolektiv dhe çdo deputet mban një mandat që i buron nga qytetarët, jo nga aritmika politike. Përgjegjësia për të çuar vendin përpara është e përbashkët, ashtu siç është edhe dëshira e qytetarëve për stabilitet, rënd dhe zhvillim, ka shkruar ndër të tjera deputetja e LDK-s Kabashi Muçaj. Republika e Kosovës do të jetë ndër 18 vendet nikoqire të ushtrimit më të madh ushtarak që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku marrin pjesë 25.000 ushtarë nga 29 vendet e NATO-s. Krejt kjo do ndodhë në kuadër të ushtrimit Defender Europe 2025, që do të mbahet nga 26 maj deri më 6 qershor. Hollësit i shpalos në një intervistë për të kënë ministrin në detyrim mbrojtjes Ejup Maqedonci. Malet e babajt Bokës do të ushtojnë sërish nga ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Krah trupave të ushtrisë së Republikës do të jenë edhe pjesëtar të ushtrive të Shqipërisë, Kroacisë e Maqedonisë së Veriut. Krejt kjo do të ndodhë në kuadër të ushtrimit më të madh ushtarak ndërkombëtar Defender Europe 2025. Republika është vend nikoqir i këtij ushtrimi që mbledh mbi 25.000 ushtarë nga 29 vendet e NATO-s në gjithë Evropën në të njëjtën kohë, e që udhëhiqet nga ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë. Por çfarë do të ndodhë nga 26 maj deri më 6 qershor në këtë stërvitje? Detaj ekskluzivisht për të kënë jep ministri në detyrim mbrojtjes Ejup Maqedonci. Vendi ynë, duke qenë vend nikoqir i këtij ushtrimi, por edhe pjesëmarrjes me rreth 1.000 trupa në lokacione të ndryshme në regionin e Ballkanit Perëndimor. Veçanti është që këtë vit vendi ynë, Kosova, është përzgjedhur nga ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë, si vend ku do të vendoset komanda e divizionit 28 të Këmbësorisë së ushtrisë së SBA-ve. Maqedonci thotë se vendosja e këtij divizioni të ushtrisë së SBA-s në aeroportin e Gjakovës është një rëndësie të jashtëzakonshme për Kosovën dhe tregon për profesionalizmin e ushtrisë së Republikës. Ky divizion që do të vendoset në aeroportin e Gjakovës, që është tani më pronë e forcës së sigurisë së Kosovës, do të drejtojë me të gjitha operacionet dhe ushtrimet që do të zhvillohen në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Ballkanin në tërësi, duke përfshirë ushtrimet në Kroaci, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Bullgari.
Sipas maqedoncit, gjatë këtyre ushtrimeve FSK do të zhvillojë operacione sulmuese ushtarake, operacione mbrojtëse ushtarake dhe operacione të stabilitetit. Ai flet edhe për nënshkrimin e një marrëveshjeje kurniz në fushën e mbrojtjes, që pritet të ndodhë në qershor ndërmjet Kosovës dhe SBA-s për periudhën 2025-2030. Ndërlidhen me ndërvepreshmërinë në mes të ushtrisë sonë dhe ushtrisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por edhe një veçanti që është edhe industria mbrojtjes, ku ne përmes kësaj marrëveshje do të hapim rrugë dhe mundësi për bashkëinvestime dhe punë të përbashkët me Shtetet e Bashkuara në fushën e industrisë së mbrojtjes. Ministri në detyrë thot se asnjë marrëveshje e Kosovës me asnjë vend nuk ka synim kërcënimin e fqinjve dhe aktorëve të tjerë, por ndërtimin e një fuqie të aftë për të mbrojtur territorin dhe jetën e qytetarëve të vendit. Kryetarja e dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova ka përfunduar vizitën treditore në Kosovë, ku ka takuar disa palë. Ajo zhvilloi takime me përfaqësues institucional, përfshirë avokatin e popullit Naim Qelaj, i cili shprehu shqetësime për zgjatjen e paraburgimit të të akuzuarve në Hagë dhe përdorimin e provave nga Serbia. Trëndafilova nuk komentoi vendimet e trupit gjykues, duke theksuar ndarjen e kompetencave. Kryetarja dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova ndonë se gjatë qëndrimit në Kosovë paralajmëroi konferencën për media, një gjë e tillë i dështoi për shkak të protestës së veteranëve të UÇK-s. Megjithatë, Trëndafilova nuk i ndali takimet. Ajo shkoi në zyrën e avokatit të popullit, të cilit i kishte bërë kërkesë më parë për takim. E për atë që u fol në takim, avokati Naim Qelaj tha se i ka rënditur kryetares ankesat që kanë evidentuar për procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Një nga shqetësimet që Qelaj i ka thënë Trëndafilovës ka qenë vazhdimi paraburgimi ndaj të paraburgosurve në Hagë, për çka ka marrë përgjigje. Unë e kam prit këtë përgjigje, nga sekretarja e gjykatës nuk përzihet në vendimarrjen e gjykatës. Është konsideruar ndërhyrje nëse kryetarja e gjykatës ose në çdo rast një kryetar ose kryetare e gjykatës i përzihet gjykatës dhe këtë rast gjyqtarit apo trupit gjykues ose kolegjit gjyqësor në vendimarrje. Dhe kjo ka qenë përgjigjja, pra që nuk përzihem dhe nuk është çështje e gjyqtarëve e trupit gjykues se si gjykon dhe si vepron këtë rast. Qelaj tha se është ankuar për provat që janë përdorur në këtë gjykim, disa prej të cilave janë marrë nga shteti serb, për cilin tha se dihet qasja që ka ndaj Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Avokati i popullit tha se Trëndafilova ka mohuar kritikat për gjykim të padrejtë me arsyetimin që ky institucion nuk ka kompetencë të përzihet në këtë çështje. E për vizitën në Kosovë, dhomat e specializuara sot njoftuan për takimet që kryetarja zhvilloi gjatë qëndrimit 3 ditor. Ajo që ka vlerësova më shumë nga vizita në Kosovë ishte takimi me studentët e universitetit, të cilët dua t'i falenderoj për interesin dhe pyetjet e tyre. Studentët treguan njohuri të shkëlqyera të parimeve juridike. Gjëja më prekëse ishte ekspozita e fondit për të drejtën humanitare që dokumenton zërat dhe përvojat e viktimave dhe të mbjetuesve nga lufta në Kosovë. Ndërkohë, për anulimin e konferencës së Trëndafilovës ka reaguar ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode. Sipas tij, anulimi i konferencës përshtyp pas presionit nga veteranët e UÇK-s, ngre shqetësime të mëdha dhe autoritetet duhet të sigurojnë që gjykata të mund të kryejë punën e saj pa pengesa. Rode si ka reaguar deputeti i PDK-s Artan Behrami, i cili ka kërkuar që të gjejë ambasadori gjerman vetëm një rast në Gjermani që ndonjë i akuzuar është mbajtur pothuajse 5 vjet në paraburgim. Vazhdojmë me informacione të tjera. Ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci ka reaguar ndaj pretendimeve që janë ngritur ditëve të fundit për funksionalizimin e fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtazore në Drenas. Ai ka cilësuar këto pretendime si shpifje dhe dezinformim të qëllimshëm. Përmes një postimi në profilin e tij në Facebook, Peci ka sqaruar se fabrika është dhënë me qira për interes publik një konsorcium italiano-kosovar në bazë të një procedure ligjore dhe transparente. Ministri në detyrë thekson se qeveria e Kosovës nuk ka as kompetencë dhe as autoritet ligjor të kontrollojë marrëdhëniet kontraktuale të shitblerjes së aksioneve brenda një kompanie, derisa shkruan se përqendrimi i vëmendjes në përkatësinë etnike të njërit prej aksionarëve është i rrezikshëm dhe i padrejtë. Gjykata themelore në Prishtinë ka rrëzuar kërkesën për masë të përkohshme për vendimin e zyrës së rregullatorit
të energjisë për shtrejtimin e rrymës, që nuk kupton se vendimi për shtrejtimin e rrymës për 16% mbetet në fuqi. Avokati Ardian Bajraktari, që ka paraqitur padin kundër ZRE-s, ka thënë se kjo nuk ka të bëjë me elementet themelore të padis, që nuk kupton se vendimi i zyrës së regulatorit të energjisë nga data 1 maj e këtij viti do të vazhdojë të zbatohet për aq kohë sa nuk ka një vendim ndryshe nga ana e gjykatës së shkallës tjetër. Ai ka bërë me dije se betejë ligjore kundër këtij vendimi nuk do ndalet, duke ndërmarrë si hap të radhës ankesën në gjykatën e apelit. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, u prit në Paris nga kryetari i Autoritetit Evropian të Bankave, Jose Manuel Campa. Në fokus të takimit ishin reformat në sistemin financiar të Kosovës, përfshirë antarësimin në SEPA dhe ndërtimin e sistemit të pagesave të shpejta. Palët diskutuan edhe për harmonizimin e kornizës regulative me standardet e BE-s dhe për krajen që EBA mund të ofroj në këtë drejtim, duke shprehur për kushtim për integrim të mëtejshëm financiar me Bashkimin Evropian. Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi ka njoftuar se është detyruar të ndërpres përkohësisht shërbimin e grumbullimit të mbeturinave në Prishtinë për shkak të mospagesës të borxhit nga ana e komunës. Si pasojë e kësaj ndërprerje, pjesë të shumta të kryeqytetit janë mbushur me mbeturina. Kjo është gjendja me mbeturinat në kryeqytet. Situata mes komunës së Prishtinës dhe kompanisë për menaxhimin e mbeturinave Pastrimi ka rezultuar me mbushjen e kontejnerëve me mbeturina dhe përhapjen e tyre në për kryeqytet. Qytetarët shprehen të indinjuar për gjendjen e krijuar, duke theksuar rrezikun për shëndetin publik dhe ndotjen e ambientit. Shumë është shqetësuese për shëndetin, jashtëzakonisht, po prej bregu diellit ka erdha kreti poshtë e grumbulluara kështu. Kjo është mirë, kjo nuk ka mirë, kjo është keq vallaj, nuk e di. Sa është e rrezikshme për shëndetin? Po rrezikshme është bolla. Se prom ku kalu çdo janë konsta. Në emisionin Green në RTK, zyrtarët e komunës së Prishtinës dhanë verzionin e tyre për krizën e krijuar. Krejt kjo katrahore krijume është si pasojë e para një shumë keq menaxhimi, e dyta prioriteti kryeshefit ekzistent në vije keq që nuk është prezent, nuk ka qenë asnjëherë përmirësimi i infrastrukturës, i mekanizmit të ndërmarrjes, po gjithherë stërpunësimi i militantëve politikë. Kurse drejtues të kompanisë Pastrimi ndonë se kishin konfirmuar pjesëmarrjen e emision për t'u ballafaquar, megjithatë nuk morën pjesë, ani pse nga kjo kompani është thënë se mungesa e pagesave ka pamundësuar funksionimin normal të saj. Ndërkohë, në një konferencë për media, ka reaguar opozita në Prishtinë. Hapi i parë dhe natyrisht më e rëndësishme është ndërheqja e menaxhmentit të menaxhmentit të ndërmarrjes për të liruar rrugë të krijimit të një menaxhmenti tjetër dhe për të vërtetuar atë se ai menaxhment ka dështuar në menaxhimin e mbeturinave dhe bashkë me komunën e Prishtinës e ka sjellur ndërmarrjen buzë falimentimit. Komuna sa më por të zhbllokoj mjetet që ka grumbulluar nga pagesa fatura, vlera të cilat deri më tani është rreth 600.000 euro. Kjo nuk është hera parë që përplasjet mes komunës së Prishtinës dhe kompanisë Pastrimi për çështje financiare ndikojnë drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se sonte do të fillojë me largimin e mbeturinave pas ndërprerjes së shërbimeve nga ndërmarrja Pastrimi. Kryetari i komunës Përparim Rama ka akuzuar menaxhmentin e kësaj kompanie publike për sabotim të qëllimshëm dhe keq përdorim të fondeve publike, duke theksuar se kryeqyteti ka ofruar mbi 13 milion euro mbështetje në 3 vitet e fundit. Situata e krijuar sipas Ramës rrezikon shëndetin publik dhe është e motivuar politikisht, pasi ndalesa e shërbimeve po ndodh vetëm në Prishtinë. Autoritetet komunale thonë se nuk kanë asnjë borxh ndaj ndërmarrjes dhe se përshqyrtojnë të gjitha mundësitë ligjore për zgjidhur përfundimisht këtë krizë. Pas ditën e sotme, në një shkollë të mesme të komunës së Suarekës, ra një zjarri i papritur. Shkolla ishte në rinovim, ndërsa ende nuk dihen shkaktarët e këtij zjarri. Gjatë kohës, kur ka shpërthyer zjarri, nxënësit e ndrrimit të dytë ishin në orarin mësimor, por për fat të mirë nuk u shënua asnjë incident.
Sipas kryetarit të komunës Balimar Remaj, dëmet janë të konsiderueshme, ndërsa pritet një raport i hetuesve profesional rreth shkaktarit të këtij zjarri. Shqipëria shkëlqeu në Eurovision me këngën Zjerm nga Shkodra Elektronike dhe kjo performancë e fuqishme që ndërthur muzikën elektronike me motive folklorike shqiptare është vlerësuar edhe nga media ndërkombëtare. Të forta dhe përrallore, ritmet ballkanike të Shqipërisë po na japin emocione të forta. Kështu e nis shkrimin e saj BBC Eurovision për performancën mbreslënëse të Shkodrës Elektronike në Eurovision 2025, mbrëmjen e 13 majit në gjysmëfinalen e parë të edicionit të 69 të Festivalit Europian të Këngës. Megjithatë, reagimet ndërkombëtare për Shqipërinë dhe performancën e saj në Eurovision kanë qenë të shumta. Media greke Prototema e nis shkrimin e saj me titullin Shkodra Elektronike i vuri zjarrin skenës së Bazelit dhe me të drejtë. Mëtej media greke komenton: kënga Zjerm e interpretuar tërësisht në gjuhën shqipe, u shndërruar në një shpërthim artistik, ku përzihen fuqishëm ritmet moderne elektronike me thellësinë dhe shpirtin e muzikës tradicionale shqiptare. Këngëtarja Beatrice Gjergji, me paraqitjen e saj dhe kostumin që ndërthurte stilin folklorik me modernitetin, së bashku me producentin Kol Laca, sollo një performancë që theu skemat e zakonshme të festivalit, dritat e kuqe të ndezura, efektet vizuale, tymi dhe një koreografi simbolike kryua një atmosferë që elektrizoi jo vetëm sallën, por edhe rrjetet sociale, ku Zjerm u bë trend ndërkombëtar brenda pak minutash. Shkodra Elektronike jo vetëm që siguroi një vend të merituar në finalen e madhe, por edhe vendosi Shqipërinë në qendër të vëmendjes së mediave ndërkombëtare. Gjithashtu, portale muzikore nga Gjermania, Holanda dhe Suedia e vlerësuan performancën si një nga më të veçantat e mbrëmjes. Gjysmëfinalja e parë e Eurovisionit u transmetua ekskluzivisht në RTS 1 HD, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1, si dhe erdhi në Shqip nën komentin e gazetarit dhe moderatorit të mirënjohur Andri Xhahu. Thank you so much. Thank you. Për nder të presidentit amerikan Donald Trump, emiri i Katarit ka shtruar një darkë solemne. Më herët gjatë ditës, dy liderët kanë nënshkruar një numër të madh marrëveshjesh. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ndodhet për vizitë në lindjen e mesme, është pritur për darkë solemne nga Tamim Al Thani, emiri i Katarit, në Lucerne Palace. Më herët gjatë ditës, të dy liderët kanë nënshkruar një numër marrëveshjesh përfshir porosinë më të madhe në histori, sipas presidentit amerikan, për aeroplan të kompanisë Boeing. Dy liderët kanë biseduar edhe për çështjet që po mbretërojnë në botë, përfshir luftën në Ukrainë dhe Iranin. Udhëtimi i presidentit amerikan Trump në Katar po ndodh në kohën kur familja mbretërore e Katarit planifikon t'i dhurojë një aeroplan Boeing të modelit 747-8 për ta përdorur si aeroplani i presidentit amerikan, i njohur si Air Force One, e më pas përfundimit të mandatit ta mbajë atë. Presidenti amerikan të njëjtën e 15 majit do ta përfundon vizitën e tij në lindjen e mesme me vizitën në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndeshni e pëlqeni në faqet tona në rrjetin social Facebook RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK. Aty ku informacioni vjen shpejt, saktë dhe drejt, dhe mos harroni, jemi gjithmonë live tek rtklive.com. Faleminderit që ishit me ne, mirupafshim.